unë jam një nga person djallë Lushnjar që e kam formuar Partinë Socialiste me Tahir Zelën se një mollën e ca shok të mirë në atë kohë. Por u mlodhëm që formom që populli jonë, qyteti jonë përparoj, po ne shkom në fund. Arrin do më thënë smuli, ka një gotë kos edhe një bukthak. Në atë kohë ishte si ishte e regjim. Me të metet ati, po i smuli hante lemun e mishit e hante 3-4 gjellë, po të një si shpegohet jo. Përse u rritëm ne? Për më poshtë. Përnaj të gjithë juve nuk ishe para herë. Duhet të mbjidhim gjithmonë që banë pushteti. Qofti majtë, qofti djatë. Ju urojt. Bravo Bull! Përshëndetje të gjithëve. O çapëti biseksual. Ai që o është i bituar, është i bituar. Që qetë në fës. Ai biseksuale. Ça hamu të kodë. Mban ballukun për ta fërkuar. Merr një pervers. Faleminderit. Ne do të bëjmë shëndes. Fund po japim falas, japim vetëm një tikement, tjetër thot i ke blie me letë, thote. 200.000 lekë resetën në muajt, është tur me thënë në Kosovë, Maqedoni, e me 7 euro dhe 6 euro me lekë si qytetar. Këtu ata japim vetëm një kokër në muajt, reshtë të shadhën në fjerë. Pse mos e masun Lushet dhe spitali Lushes? Pa edhe po them, të kërkojmë, nuk kërkojmë asë gjë. Ne jemi, tu jemi. Të kërkojmë. Ishte kënaqësi të merja pjesë bashkë me qytetarët e Lushnjës, në atë që Lushnjë djeg më shumë, në atë që Lushnjë dha më shumë, në atë që Lushnjë deri tani nuk e kanë zgjidhur kurrë për spitalin e Lushnjës. Kjo ishte qendres lushnjarësh, dhjetra të tjerë me shpirt në bashkuar për efekt të kësaj surrat qeverie e cili ka marrë shpirtin dhe i mbyt me presionin se do të heqë nga puna, por me shpirt kanë qenë sot me ne, me dhjetra mesazhe të gjithë qytetarëve tanë, jo vetëm këtu në Lushnjë, por edhe ata që sjetojnë Lushnjë, që na bashkojnë në këtë protestë. Kjo ishte protestë qytetarësh, protestë për atë spital të Lushnjës, protestë për gjithë ato që mungojnë këtu qytet. Kjo është e para një serie patjetër, kjo është e para një serie, sot lushnjarët u zgjuan, sot lushnjarët nuk folën për parti, por folën për spital. Është trishtim që të mos t'i dëgjosh këta lushnjarëve në ndaj bëjthirrje. Ju sot nga sheshi më i bukur i Lushnjës, i bëjthirrje të gjithë pushtetarëve aty që kanë në dorë fatet e lushnjarëve. E para, spitali duhet kthehet rajonal, është kërkesë e panegocueshme të gjithë qytetarëve lushnjarë. E dyta, rregullimi i gjithë ambienteve dhe jo vetëm me një kasolle, dhe e treta, shërbim falas ashtu siç është premtuar për ato që paguajnë gjithë njerëzit. Pra të ketë mundësi për analiza dhe për medikament. Ndaj që respekte të gjithë qytetarëve të Lushnjës që protestuan për veten e tyre, kërkuan dinjitet,
kërkuan atë që premtohet për shku në Europë, nuk shkohet në Europë me kafshëri, me batërdi, me myk, me lagështi, pa medikamente dhe pa mundësi për analiza. Si që gjuat dhe vetat e dializës, zgjidhja me njëhershme duhet tjetë kthimi i tyre, gjetja një reparti sa më shpejt, marrja masave që të 52 pacientës që çdo 2 ditë shkojnë atje, që rrin nga 4 orë dhe marrin me veten e tyre gjithë familjarët, sepse ju e pat me zgjidhjen kam, duhet zgjidhja më imediate. Kështu që falenderoj me shpirt të gjithë lushnjarët që ditën bëhen zëri hallave të tyre. Faleminderit. Kam të drejt njëherë 6 muaj të bëj një analiza. Kam, apo s'kam problem, duhet të kontrollojmë. Megjithatë unë kam problemet e mia. Nuk ka. Çfarë jetë unë doktoreshës atje, kur ajo nuk ka mundësi të më shkruaj një analizat mua. Kur ishte mundësia i shkruante dhe kontrollojeshte. Tani nuk ka mundësi më. Edhe detyrojnë e bëjmë fjalë me doktoreshat e lagjes. Jo, është gabim i madh. Që të vente nga këtu të më lidhim të gjithë dhe të flasim. Kjo, ilaçet. Ilaçet duhet jemi rikursim. Kemi dhe neve diçka. Jo më jep 8.000 lek mua pensioni dhe më mori me 18.000 lek në ilaçet pastaj. Qa kompensimi u be? Nuk po kërkojmë fare kompensim, unë si person. Vetëm ilaçet i kem pa lek, se do ha buk me domate dhe do ta kalojnë. Ilaçet i kem pa lek, si që jam gjithë. Tani. Kam ardhur me dëshirën time, nuk jam e imponuar, kam shumë kohë që e kërkoj këto gjëra, po asnjë s'ka dëgjuar. Shumë kaq kam, falenderoj edhe një herë, veçanërisht doktor. Pacientët me dializë, që ne pse të vëmë në Fier, ku jemi 52 qytetarë nga Lushja, që vëmë në Fier, me 2 turne, nga Lushja, nga Divjaka, plus pasaj ka dhe nga që vëmë në Berat, ka dhe në Durrës, nga Lushja, dhe në Tiranë. Pse mos të vi këtu dializa këtu, se lekët e dializa ata i marrin privatët, nuk vëmë të qytetarë, plus pasaj, kërkojmë një tjetër, ne të dializës, kërkojmë që rrugën ata tallin me nderë me ne, japin nga 3 metra që lek rruga, kur një shërbimi atyre maja 100.000 lek, 200.000 lek, kurse ne na japin nga 30.000 lek në muaj, që vem 14 seansa në muaj. Pse vem nga Lusha në Fier? Pse mos e bje këtu në Lushe, ja ku jemi këtu? Spitalet janë bosh, godinët janë bosh. Pse mos vinë? Atë privat që japin në Fier, ta bje këtu në Lushe. Të gjithëve. Së pari falenderoj për zërin që ngriti zotin Sajmir, edhe pse personalisht nuk e kam votuar asnjëherë, e respektoj si qytetar dhe si zëri ynë. Nuk kam shprehur kur që të kem qenë një demokrate e zjarrt, por Sajmir fitove një votë. Personalisht jam një nga ato bashkëvuajtësit e këtyre dyerve. Jo më larg se para një viti kam rrezikuar të humbas jetën për shkak të një hemorragjie dhe turpi më i madh ishte që këtu nuk ishte gjak që të më dhuronin. Duhet më vinin vëllezërit nga Greqia që dhuronin ato 2 pika gjaku për mua që unë të jem këtu sot dhe të ngrej zërin dhe për të tjerë që mund të kenë të njëjtat hallë dhe probleme si unë. Dhe jo vetëm kaq, por edhe persona të tjerë të afërt. Përpara 2 ditësh kisha xhaxhin që nxorrëm nga spitali. Është shumë e turpshme ta them. Në dhomën 8 kam lindur unë vajzën, tek 7 ishte i shtruar xhaxhi im. A është e hishme o miq që gratë dhe burrat të rinë në një vend? Ka kaq shumë kohë që kanë nisur punimet dhe kanë ngecur për leje dhe nuk e di se për çfarë tjetër. Ende nuk kemi një ambient të dinjitoz me të cilin të përfaqësohemi si qytetarë. Kur vjen puna te taksat i paguajmë 1/1. Por ama, kur vjen puna që të marrim shërbimin mbrapsht, duhet të kemi një mik të fortë që të trokasim në një derë dhe inshallah na hapet ajo derë.
Prandaj, do ju lutesha të gjithëve njësoj si që unë kam ardhur me vajzën time sot në gjithë këtë vap, të bëhemi akoma më shumë dhe të kërkojmë të drejtat tona që na takojnë. Mos na shtypën. Nuk kërkojmë gjëra që nuk i meritojmë. Kërkojmë ato gjëra që ne paguajmë për t'i patur. Përsa i përket stafit mjekësor, nuk mund të them asnjë fjalë se ishin nga i pari tek i fundit njëri më mirë se tjetri, gjuna edhe për ata për kushtet skandaloze ku punojnë. Periudha që kanë qenë unë e shtruar në spital ka qenë dimër. Çfarë binte jashtë hynte brenda, është turp ta thuash. Është turp ta thuash, spitali të rrinin ato sanitaret me kova që prisnin ujin se kur të ngrihesha nga shtrati, do thyja qafën nga uji që kishte rënë poshtë. Ngrihuni dhe kërkoni të drejtat tuaja se nuk është as pak pa drejtësi kjo që ne kërkojmë. Pa drejtësi është ajo që po na bëjnë neve. Bolli është shtypën. Lushnja ka shumë njerëz dhe sot shoh shumë pak, jam e zhgënjur. Prisni akoma më shumë njerëz në këtë shesh. Mbusheni sheshin, të kërkojmë të drejtat tona. Ju përshëndes të gjithë. Falenderoj Të gjithë qytetarët e mi të Lushës, se unë jam e djali i këty qyteti. Në radhë parë njerë shqyqyr e shumë vonë që ne mlidhim këtu. Kemi 33 vjetë, që deputet kemi si të majnë si të gjatë, nuk e mritën njërë zërin për popullin e Lushës. Vetëm ullën karriket, majnë rrogat edhe dufën. Edhe kartoni për pjetë. Edhe mesë dha se flak, e dyta. Kam vite, si që tha i shoku për gjalizu thjerë, kam pat raste me nënën që shkonim në Fierë për të marrë ilaçe, shkonim në Tiranë, do vullosje 20 vulla, shkojmë në Fierë, Fierë shpunon kompjuteri, edhe do rrinim në për Fierë në për hotele. E shtu për i qytetit tonë. Të gjithë ata shaqinja hanë Lushit ata, domatet po pathatet jo, edhe për të kujtur shkujtohen. Unë falenderoj gjithë qytetarët, jemi shumë vënd, duhet ishim rritër. Edhe këtë e kojtë dhe unë blesim gjithë bonë për këto gjëra. Ne duhet të mendojmë për njëri tjetrin, duhet të mendojmë si mund të kthejmë Lushje. Lushje është bërë si një fshat. As spital, as i gjë ka uroj që fjala jonë të vej atje ku duhet edhe të na zgjidhë problemet. Mirësi po atë gjithë. Fund po japim falas, japi vetëm një tikement, tjetër thot i ke blije me letë, thote. 200.000 lekë resetën në muajt, është tur me thënë në Kosovë, në Maqedoni, e me 7 euro dhe 6 euro me lekë si qytetar. Këtu ata japi vetëm i kokër në muajt, reshtë të shradhën në Fierë. Pse mos e masun Lushës dhe spitali Lushës? Edhe po them, të kërkojmë, nuk kërkojmë asnjë gjë. Ne jemi, tu jemi. Të kërkojmë. Asnjë fjalë që të them për ata. Brava atyre që punojnë në këto kushte kaq të vështira. Falenderoj dhe veçanërisht doktor Sokoli që është atje për një ftoje, nuk mund të hyjmë dot se është një postaqi e vërtet. Kam 3 vjet pa shkuar, jam prap me ftoje dhe nuk mund të futem dot se është shumë e vështirë. Dhe e falenderoj me 100%, sa të them me gjithë shpirtin, me gjithë zemrën, nuk e njoh, por vetëm se e kam dëgjuar. Tani kushtet janë skandaloze. E këtojmë, e dim që nuk janë gjitha kushtet për të bërë një eko këtu ose një skaner. Por, dihet që nga qyteti Lushjes mund të vjen 10 veta për në Fierë, në ditë. Pse mos të vihet një fogon dhe të shkojmë në Fierë neve? Pse jam e detyruar të marrë edhe bashkëshortin të paguajmë 2 fishin e rrugës. Kur të jetë fogoni vetë vetëm, edhe fogoni të niset për shembull në orën 10 deri në orën 3. Dhe unë ikim vetëm dhe paguaj vetëm një bilet. Analizat, jo s'ka asgjë të keqe ajo gra, se në gjitha të mshuar. Nuk është. Çfarë fillon protesta? Matë që ne jemi mbesur me këto kodina të qelbura këtu turpi zotit. Unë vi nga Europa, 33 vjetë në Itali, para ca ditësh kisha burin e shtruar këtu, turpi zotit nuk kishte pa e them shqip ku të bënte shurrën, edhe bën shurrën te cepi spitali. As banja, as uja, as i gjë. Edhe nuk kam tur ka them, edhe unë e kam bërë shurrën te
ty e natës. Përshëndes doktor Sokolin është super doktor. Pero kushtet janë mut, shqipfare, mut janë. Prandaj, nëse është për të qeshë, po e kemi verë shurën e gjithanë për mrem, mu ke cepi spitalit. Tu episodit burri im ka ngell pa fjallë, se kam burrin e huaj. Kishte turp të vende shurën të cepi spitalit, pa një banjo publike. Turp